mami theshte nuk jam mirë, ndjej veten të lodhur edhe kam rajt e zemrës si të larta, sa të forta, dhe nuk ishte mirë, edhe sa ndovim në spital. E shpam në spital, ja matën ato tensionin që i matën rajt e zemrës, edhe e vunë një dhomë, që të i matnin ato. Të bënin analizat. I morën dhe analizët dhe ato, si që e zemrës, e ka një po. Ja bën ato, edhe i thanë me anemi, edhe i thanë ca mjekime. Edhe nuk na thanë gjë tjetër, pas së digën e matëm edhe një tension në mamë. Po mami theshte nuk jam mirë, jam e lodhur. Prap, domethënë pas së digën nga spitali thesh ashtu, po doktorat nuk na thanë, domethënë pse nuk domethënë ta ndiqë do një mik më shumë sa çdo ish. Si mund të lësh një njeri ti nga spitali kur ai të thotë akoma nuk jam mirë edhe nuk ndjej mirë kam rajt. Po. Më pas çfarë ndodhi më pas? Pastaj vajtëm në shtëpi, ditën tjetër, prap sa nuk jam mirë, ndjem si e lodhur, e morëm prap ambulancën në telefon. Erdhi ambulanca, ja matën dhe tensionit ato dhe na tha që e ka tension, domethënë arajt e zemrës, e ka shumë të lartë. Domethënë jo shumë të lartë, e ka të lartë, nuk na thotë domethënë shumë të lartë. Edhe i bën 3 gjilpera. Edhe pastaj ajo theshte gjatë ditës që prap nuk jam mirë, nuk ndjej mirë, jam si e lodhur, më vjen si kuputi, domethënë theshte që kam si rajt e zemrës kam si të shpejta. Dhe nuk na thanë do një mik çfarë duhet të bëjnë. Sot çfarë ndodhi? Sot në mëngjes, ajo u ngrit, mori për të mrenë, çfarë mori, dhe deshte të ande bukë, edhe ishte gallon me saj, më tha gjyshim në nenë, se vajtin të flisni, e më erdhi më thirrë më thanë, hajde foli një mamën se nuk po na përgjigjet. Në tokë u ngrita, vajta në dhomën e saj, e pash ishte e shtrirë. Aty e kuptova që nuk ndryshoi. Aty e kuptova që nuk ishte. Çfarë kërkon tani? Dua të di përse nuk mjekët na thanë çfarë do të bëjnë, si duheshin bënë. Se nuk e mbajtën në spital, po e lanë të ikën. Si mund ta lesh një njeri kur të thotë atë gjë, që ta lesh të ikën nga spital. Sot më ndodhi mua, po mund të ndodhë do njëri tjetër. Pra ata mjekët kanë neglizhuar sipas jush? Se kuptova. E kanë lënë pas dore mamin mjekët? Atë nuk e di çfarë na kanë bërë, po ne na thanë na lanë të ikën nga spital.